shihni këtu pas meje, është organizuar një protestë për mohimin e gjuhës shqipe, e cila ata i detyrojnë që ta mbajnë provimin e jurisprudencës në gjuhën maqedonase. Pse keni vendosur sot me ardhmen në protestë? Këtë vendim e mora që në 99 në Athinë, gjatë luftës Kosovës ku i vetëm ngrita flamurin shqiptar. Dhe është një amanet që më ka lënë i matë, ne jemi një kom, një gjuhë, një flamur. Unë falenderoj studentët që vazhdojnë tjena detar në krahasim me shumë politikanë shqiptar që atë dhe unë e kanë kthyer në pazar. Prandaj jam këtu në Shkup. Cili është mesazhi juve? Mesazhin e kanë studentët, jo unë. Ju falenderit. Ne kemi vendosur vim protestë se durimi ka marrë. Ne 35 vjet duhet bashkë jetojmë në Maqedonas. Maqedonas nuk duhet të jetojmë bashkë. Unë desha të them atyve se s'duhet të jetojmë bashkë. Nuk ka problem se nëse nuk na duan gjunin edhe flamurin s'vadujmë ne atyve. Të gjithë jemi dëshmitar se 2-3 vitet e fundit të gjitha të arriturat tona pas vitit 2001 në këta 2-3 vite filluan të shninen me këmbë. U asgjësua gjuha shqipe. U në përkëmb dinjiteti i shqiptarëve. U prek edhe pemza e syrit ton, të cilët janë studentët, bijtë dhe bijat e këtij kombë. Të drejtën për të folur shqip në tokën e tij. A ka kërkesë më të drejtë se kjo? Foshka kërkon gjumshtin, lumi kërkon shtratin, dhe ne shqiptarit në këtë tokë, me jetuar e varosur të parë tanë, kërkojnë gjuhën tonë, amanetin tonë. Kjo nuk është privilegj. Kjo është e drejtë kushtetuese e këtij vendit. Nuk ju kërkojnë privilegje, sepse privilegje nuk kemi pasur kurrë. Kërkojmë barazi. Ministër, je ullu në koltukun e popullit. Paguhesh me gjersën e prindërve tonë. Vendos për fatin tonë. Mos e merr atë karike për të mirëqenë. Ja.